Babi im është arbëresh, në të vërtetë unë e kam mësuar gjuhën prej gjusha, pse si kam thënë, pse ajo rinte gjithmonë me mua, ashtu që më fliste arbërisht dhe më kanë ki trashëgim, ajo më dha. Po prandaj edhe me babi unë tani flas disa herë edhe arbërisht. Nëna ime është italiane, për ata që nuk është gjuha e shtëpisë, por unë e ndjej shumë si gjuha i me të. Po, kam rritur me të. Edhe pastaj kam vazhduar edhe në universitet shumë. Për fustanet që kemi, kostumet, ato me ato ngjyra janë fustane martesës. Pse kur isha më e vogël, se tani pak trashëgime të rinjtë nuk veshen ata për të rinë në shtëpi. Edhe pse nuk është i thjeshtë të mbaj atë fustan tardita që është i randë.